Ndër të tjera në lajme do të ndiqni ekonomia shqiptare vijoi rritjen edhe në tremjorën e parë të vitit 2026, konfirmohet kështu e curia pozitive vërejtur edhe vitin e kaluar. Kredia për ekonominë vijoi zgjerimin edhe në muajin maj, huaja e re arriti nivele rekord për këtë periudhë të vitit mbështetur nga bizneset. Pas një rënje të lehtë në mars, në muajin maj depozitet bankare janë rikthyer rritjes, niveli i tyre aktualisht është ngjitur në 1.53 trilion lekë. Hendeku gjinor në paga në Shqipëri ul në 4.6% gjatë vitit 2025, gjithsesi diferencat mbeten të larta, sidomos në industri dhe në sektorin financiar. Për këto dhe të tjerë në ndiqni me lajmet qendrore. Ekonomia shqiptare vijoi të zgjerohet edhe në tremjorën e parë të vitit 2026, duke konfirmuar ecurinë pozitive të vitit kaluar. Kështu sipas Instat, prodhimi brendshëm bruto u rrit me 3.71% në tremjorën e parë, ndërkohë që gjatë vitit 2025 ekonomia u zgjerua me 3.66%, duke arritur një vlerë 2.65 trilion lekë. Ekonomia shqiptare duket se ka nisur vitin 2026 me ritme pozitive, duke konfirmuar ecurinë e qëndrueshme të rritjes edhe pas zgjerimit të shënuar një vit më parë. Sipas të dhënave më të fundit publikuara nga Instat, produkti i brendshëm bruto në terma real u rrit me 3.7% në tremujorën e parë të këtij viti, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025. Kontributin më të madh në rritjen ekonomike dha administrata publike, ndërsa industria dhe bujqësia, sektor tradicional dhe më të rëndësishëm në afatgjat, vijuan të frenojnë zgjerimin e ekonomisë. Po ashtu ekonomia shqiptare vijoi të rritet edhe përgjatë vitit 2025, sipas të dhënave gjysmë finale të Instat, prodhimi i brendshëm bruto u zgjerua me 3.66% në terma real, ndërsa vlera e ekonomisë arriti në 2.65 trilion lekë, ose rreth 27.9 miliard euro, nga 2.52 trilion lekë një vit më parë. Megjithëse ritmi i rritjes ishte më i ulët me 4.03% i regjistruar në vitin 2024, ekonomia shqiptare vijoi të zgjerohet e mbështetur kryesisht nga sektori i shërbimeve. Në tremujorën e parë të këtij viti, aktivitetet e administratës publike, arsimit dhe shëndetësisë dhanë kontributin më të madh në rritjen ekonomike me 1.68 pikë, të ndjekura nga aktivitetet e pasurive të paluajtshme me 0.52 pikë. E njëjta prirje u shfaq edhe përgjatë vitit 2025, administrata publike, arsimi dhe shëndetësia dhanë kontributin më të madh në rritjen ekonomike me 1.65 pikë, të ndjekura nga ndërtimi me 0.50 pikë, tregtia, transporti, akomodimi dhe shërbimi ushqimor me 0.47 pikë, si dhe aktivitetet e pasurive të paluajtshme me 0.42 pikë. Ndërkohë industria dhe bujqësia sërish mbetën dy sektorët që frenuan zgjerimin e ekonomisë, duke dhënë kontribut negativ përkatësisht me 0.41 pikë dhe 0.38 pikë. Struktura e ekonomisë shqiptare vijon të dominohet nga sektori i shërbimeve, i cili zë 49.1% të prodhimit të brendshëm bruto dhe u rrit me 5.83% në terma real gjatë vitit 2025. Ndërtimi përbën 12.56% e ekonomisë, u zgjerua me 4.11%, ndërsa industria zë 10.08% të prodhimit të brendshëm bruto, duke u tkurrur me 3.72%. Bujqësia, pyet dhe peshkimi përfaqësojnë 14.59% e ekonomisë dhe shënuan rënje prej 2.5%, duke vijuar të humbasin peshë në strukturën e ekonomisë. Nga ana e kërkesës, konsumi vijon të mbetet shtylla kryesore e ekonomisë shqiptare. Në vitin 2025 ai përbënte 82.2% të PPB-s dhe u rrit me 4.66% në terma real. Në një deklaratë për mediat, Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj analizoi treguesit ekonomik për tremjorën e parë të vitit 2026. Ndër të tjera ajo theksoi se brenda vitit do të miratohet edhe ligji për investime strategjike. Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj në një deklaratë për mediat bëri një përmbledhje dhe analizë mbi treguesit ekonomik të tremujorit të parë të vitit 2026. Sipas sektorëve, ecuria e ekonomisë vijoi të mbajë një shpërndarje të qëndrueshme. Sektorët me rritje dhe me kontribut më të lartë në ekonominë kanë qenë sektori i administrimit, shëndetit publik, arsimit, sektori i aktiviteteve profesionale dhe shkencore dhe teknike, sektori i ndërtimit dhe sektori i pasurive të paluajtshme. Në vlera reale të rritjes, ndërtimi u rrit me 3.33%, tregtia, transporti dhe hotelet u rritën me 1.61%, informacioni dhe komunikacioni u rritën me 2.48%, aktivitetet financiare dhe të sigurimit u rritën me 5%, aktivitetet e pasurive të paluajtshme u rritën me 8.9%,
Aktivitetet profesionale dhe shkencore u rritën me 7,32%. Ndër të tjera, ministra Ibrahima ju ndalë edhe në avancimin e rritjes së standardeve europiane për ndërmarrjet e mesme dhe të vogla, ndërsa theksoi se brenda këtij viti do të miratohet edhe ligji për investimet strategjike. Kemi marrë përsipër që brenda këtij viti të miratojmë ligjin e ri për investimet dhe jemi duke punuar me qëllim që të bëjmë një analizë për të gjithë vendet e Bashkimit Evropian dhe incentivat që vendet e Bashkimit Evropian kanë me qëllim nxitjen dhe tërheqjen e investimeve në vendet e tyre. Besoj që brenda verës ne do të fillojmë një proces të konsultimit për elementët e ri të ligjit të investimeve që do të jenë të përqendruara në rritjen e sigurisë juridike të investitorëve sipas gjitha standardeve të Bashkimit Evropian, por edhe përqendrimit dhe tërheqjet të investimeve në zona të disavantazhuara. Gjithashtu ministra Ibrahima i deklaroi se gjatë muajit shtator qeveria do të prezantojë komponentët e reformës së skemës së pensioneve, duke sqaruar se atëherë do të bëhen publike edhe fushat ku do të ndërhyet. Kredia për ekonominë vijoi rritjen edhe në muajin maj, ndërsa huaja e re arriti nivele rekord për këtë periudhë të vitit. Rritja u mbështet nga bizneset, por edhe nga një zgjerim i fortë i huamarrjes së individëve. Sipas të dhënave të fundit të Bankës së Shqipërisë, totali i kredisë për ekonominë arriti në 978 miliard lekë në fund të muajit maj të vitit 2026, duke u zgjeruar me rreth 9,8 miliard lekë krahasuar me muajin prill. Rritja konfirmon vijimin e curisë pozitive të huadhënies, ndërsa stoku i kredisë po i afrohet gjithmonë më shumë nivelit të 1 trilion lekëve. Në të njëjtën kohë huaja e re disbursuar nga sistemi bankar gjatë muajit maj arriti në 39,9 miliard lekë, nga 34,4 miliard lekë në të njëjtin muaj të vitit kaluar. Kjo përkthehet në një rritje vjetore prej rreth 16%, ndërsa niveli i muajit maj 2026 është më i lartë i regjistruar ndonjëherë për këtë muaj. Zgjerimi i huadhënies vijon të mbështetet kryesisht nga bizneset. Kreditaria për korporatat jo financiare private arritën 25,5 miliard lekë në maj, nga 23 miliard lekë një vit më parë, duke shënuar një rritje prej rreth 11%. Kjo tregon se kërkesa për financim nga sektori privat mbetet e fortë, ndërsa bizneset vijojnë të investojnë dhe të zgjerojnë aktivitetin e tyre. Ndërkohë ritmet e huamarrjes janë përshpejtuar edhe te individët. Krediteria për individet dhe institucionet jo fitimprurse që u shërbejnë atyre arritën në 14,2 miliard lekë, nga 11,4 miliard lekë në maj të vitit 2025, duke shënuar dhe rritjen më të lartë prej rreth 25,2%. Ky është niveli më i madh i regjistruar ndonjëherë për muajin maj. Rritja është mbështetur kryesisht nga kredit për blerje banesash. Gjatë muajit të 5 të vitit, bankat disbursuan 7,4 miliard lekë huat të re për këtë qëllim, nga 5,9 miliard lekë një vit më parë. Me një rritje vjetore prej rreth 25%, kjo kategori regjistroi nivelin më të lartë historik në muajin maj, duke treguar se kërkesa për financimin e blerjes së banesave mbetet shumë e fortë, pavarësisht masave shtrënguese të ndërmarra nga Banka e Shqipërisë për kreditimin hipotekor. Pas një rënje të lehtë në mars, depozitat e shqiptarëve në banka u rikthyen në rritje në maj, duke arritur 1,53 trilion lekë. Rritja u regjistrua si në lekë ashtu edhe në valutë, që tregon se qytetarët dhe bizneset po mbajnë ende nivele të larta të kursimeve dhe besimit tek sistemi bankar. Pas një ulje të lehtë në muajin mars, kursimet e shqiptarëve në banka janë rikthyer në rritje gjatë muajit maj. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se depozitat e përfshira në paranë e gjerë arritën në rreth 1,5 trilion lekë në fund të muajit maj. Krahasuar me prillin, depozitat u rritën me rreth 32 miliard lekë, ose afërsisht 2,1% më shumë. Kjo tregon një rikthim të interesit për të mbajtur para në sistemin bankar pas luhatjeve të muajve të parë të vitit. Pjesa më e madhe e këtyre kursimeve vazhdon të mbahet në valutë huaj, kryesisht euro. Depozitat në valutë u rritën në rreth 782 miliard lekë, nga rreth 765 miliard në prill. Pra qytetarët dhe bizneset shtuan kursimet në moneda të huaja me rreth 18 miliard lekë. Edhe depozitat në lekë shënuan rritje, por më të vogël se ato në valutë. Ato u shtuan me rreth 14 miliard lekë krahasuar me muajin paraardhës. Rritja është parë si te depozitat që përdoren për pagesat e përditshme, ashtu dhe tek ato kursimore. Nëse shohim llojin e depozitave, rritja kryesore në maj erdhi nga depozitat e transferueshme, pra para që mund të përdoren menjëherë për pagesa dhe transaksione. Kjo tregon më shumë lëvizje të paras në ekonomi. Përsa i përket grupeve që mbajnë këto kursime, pjesën më të madhe vazhdojnë ta kenë sektorët e tjerë rezident, ku përfshihen kryesisht individët dhe familjet. Ata mbajnë qindra miliarda lekë në banka dhe mbeten kontribuesit kryesorë të depozitave.
Edhe bizneset kanë pasur lëvizje të depozitave gjatë muajit duke pasqyruar aktivitetin ekonomik, pagesat dhe nevojat për likuiditet. Në përgjithësi të dhënat përmajnë tregojnë se kursimet e banka kanë marrë një drejtim pozitiv. Rritja e depozitave tregon se qytetarët dhe bizneset vazhdojnë të kenë besim te sistemi bankar, ndërsa niveli i lartë i kursimeve mbetet një element i rëndësishëm për stabilitetin financiar të vendit. Qytetarët du të kenë mundësi të reinvestimi në titull qeveritar gjatë korrik shtatorit 2026 me bono thesari dhe obligacione me afate të ndryshme. Këto instrumente ofrojnë alternativë të sigurt për të investuar kursimet dhe për të përfituar të ardhura nga interesi. Qytetarët që kërkojnë një mënyrë të sigurt për të investuar kursimet e tyre do të kenë mundësi të reja gjatë 3 muajve të ardhshëm. Ministria e Financave ka publikuar kalendarin e emetimeve të titujve qeveritar për periudhën korrik shtator 2026, ku përfshihen bono thesari dhe obligacione me afate të ndryshme. Tituj qeveritar janë instrumente financiare ku qytetarët ose investitorët japin ua shtetit për një periudhë të caktuar dhe në kombim marrin interes. Në përfundim të afatit, atyre u kthehet edhe shuma e investuar. Gjatë muajit korrik janë parashikuar disa mundësi investimi, duke nisur nga bonot avashkurtra deri te obligacionet disa vjeçare. Ndërto janë bono thesari 3 mujore dhe 12 mujore, si dhe obligacione 2, 3, 5, 7 dhe 10 vjeçare. Në muajin gusht, qytetarët do të kenë sërish mundësi të marrin pjesë në ankande me tituj të ndryshëm, përfshirë bono thesari 6 dhe 12 mujore, si dhe obligacione 2, 3, 5 dhe 15 vjeçare. Ndërsa në shtator janë planifikuar emetime të tjera ku përfshihen obligacione me afate më të gjata, si ato 7 dhe 20 vjeçare, por edhe bono thesari 12 mujore për ata që preferojnë investime më afashkurtra. Për qytetarin e zakonshëm, zgjedhja varet nga qëllimi i investimit. Ata që duan t'i mbajnë paratë të investuara për pak muaj mund të zgjedhin bonot e thesarit, ndërsa ata që kërkojnë një kthim më afatgjat mund të orientohen drejt obligacioneve. Investimi në tituj qeveritar konsiderohet një alternativë me rrezik të ulët pasi lidhet me borxhin e shtetit. Por si çdo investim edhe këto instrumente kanë kushte dhe afate që duhen parë më kujdes. Në total, gjatë 3 muajit të tretë të vitit 2026, qeveria planifikon të emetoj tituj qeveritar në vlerë të konsiderueshme, duke u dhënë qytetarëve dhe investitorëve mundësi të ndryshme për të vendosur kursimet e tyre në punë. Për shumë familje, sidomos ato që kanë kursime të papërdorura në banka, tituj qeveritar mbetet një mundësi për të diversifikuar mënyrën se si menaxhojnë paratë e tyre. Hendeku gjinor në paga në Shqipëri ul në 4,6% gjatë vitit 2025, por diferencat mbeten të larta në industri dhe sektorin financiar. Ndërkohë ndërtimi është i vetmi aktivitet ku pagat mesatare të grave rezultojnë më të larta se ato të burrave. Të dhënat nga Instat për hendekun gjinor në paga sipas aktiviteteve ekonomike tregojnë se diferenca mes pagave të burrave dhe të grave në Shqipëri ka pësuar një përmirësim të lehtë gjatë vitit 2025. Ka zbritur nga 4,9% në vitin 2024 në 4,6% në vitin 2025, duke treguar një ngushtim të diferencës në nivel kombëtar. Megjithatë, ndarjet sipas sektorëve ekonomik tregojnë ndryshime të mëdha. Diferenca më e lartë vijon të jetë në sektorët e industrisë nxjerrëse dhe përpunuese, energjisë, furnizimit me ujë dhe menaxhimit të mbetjeve, ku hendeku gjinor në paga arriti në 25,4% në vitin 2025, edhe pse më i ulët krahasuar me 26,3% në vitin 2024. Një tjetër sektor me diferenca të ndjeshme është ai i aktiviteteve financiare dhe të sigurimit, ku hendeku gjinor në paga u regjistrua në 17,8% në vitin 2025, nga 18,4% një vit më parë. Edhe në administratën publike, mbrojtje, arsim dhe shëndetësi, diferenca ishte 10,6%, duke shënuar një ulje të lehtë nga viti 2024. Në sektorin e tregtisë, transportit, akomodimit dhe shërbimeve ushqimore, hendeku gjinor u rrit gjatë vitit 2025, duke kaluar nga 10,2% në 11,2%. Ndërkohë në informacion dhe komunikacion, diferenca zbriti në 4,6% nga 5,4% një vit më parë. Sektori i ndërtimit mbetet një rast i veçantë, pasi regjistroi një hendek negativ gjinor. Në vitin 2025, ky tregues ishte -5,9% nga -7,1% në vitin 2024, çka tregon se në këtë aktivitet pagat mesatare të grave rezultojnë më të larta se ato të burrave. Edhe në aktivitetet e pasurive të paluajtshme, shërbimeve profesionale, shkencore dhe administrative, hendeku gjinor në paga u rrit gjatë vitit 2025. Nga -1% në vitin 2024, treguesi zbriti në -4%, duke treguar se në këto aktivitete pagat mesatare të grave rezultojnë më të larta se ato të burrave. Ndërsa sektorët me diferenca më të ulta janë bujqësia, silvikultura dhe peshkimi me 3,1%, si dhe aktivitete artistike, argëtuese dhe shërbime të tjera, me vetëm 0,6%.
Edi Rama tha se rritja e pagave për mjekët dhe infermierët do të vijojë. Premtimin e tij kryeministri bëri sot në përurimin e shtesës së maternitetit Mbretëresha Geraldine, institucioni kryesor i kujdesit për gratë dhe të posalindurit në vend. Materniteti Mbretëresha Geraldine, një nga institucionet kryesore të kujdesit për gratë dhe të porsalindurit në vend, është hapur pas rikonstruksionit të plot. Investimi ka përfshirë transformimin e ambienteve ekzistuese, shtimin e hapësirave të reja, teknologji më të avancuar dhe kushte më të mira, si për pacientët ashtu edhe për stafin mjekësor. I pranishëm në inaugurim, kryeministri Edi Rama tha se sistemi shëndetësor sot përballet me një fluks të madh shërbimi. Sot në sistemin tonë shëndetësor kemi shumë çka për të numëruar, por nuk kemi shumë nga ato probleme që kishim, jo larg po një dekadë më parë. Nuk kemi numrin maramëndës të infeksioneve postoperatore që mbanin njerëzit me ditë tëra në spital mbas operacionit si rezultat i kushteve jashtëzakonisht vështira higjienike dhe si rezultat i instrumentave mjekësor tërësisht të dalë boje. Dhe në sistemin tonë shëndetësor kryen afro 100.000 ndërhyrje kirurgjikale, nga cilat mesatarisht 65-70.000 janë ndërhyrje në sallën e operacionit dhe 25-30.000 të tjera janë ndërhyrje mikrokirurgjikale. Është një volum i jashtëzakonshëm shërbimi. Kreu i qeverisë shtoi se pagat e mjekëve do të vijojnë të rriten. Ne kemi bërë çmos që pagat tuaja të rriten në mënyrë të vazhdueshme. I kemi rritur shumë ndjeshëm, por dua që të jeni të bindura, se këtu shumica janë gra për fatmirë, që ne do të vazhdojmë të rrisim pagat. Ne do vazhdojmë të kujdesemi për mirëqenien e familjeve tuaja, të cilat sakrifikojnë shumë. Materniteti ofron shërbim për mbi 20.000 pacient në vit. Tashmë do të disponojë infrastrukturën dhe kapacitetet e nevojshme për të realizuar misionin e tij në ofrimin e kujdesit shëndetësor. Tenderi për rikthimin e stacionit të trenit në Tiranë është mbyllur pa ankesa në fazën e dorëzimit të ofertave. Projekti parashikon ndërtimin e një segmenti hekurudhor për rreth 4.2 km, pjesë e linjës Tiranë-Durrës-Rina, si do të lidh terminalin e transportit publik pranë kthesës së Kamzës me stacionin qendror në kryeqytet. Tenderi për rikthimin e stacionit të trenit në Tiranë është mbyllur pa ankesa në fazën e dorëzimit të ofertave, duke i hapur rrugë shqyrtimit të tyre. Procedura e prokurimit ka një fond limit prej 1.5 miliard lekë pa TVSH, ndërsa u hap në fillim të muajit maj për kompanitë e interesuara. Projekti parashikon ndërtimin e një segmenti hekurudhor prej 4.2 km pjesë e linjës Tiranë-Durrës-Rinas, që do lidh terminalin e transportit publik pranë kthesës së Kamzës me stacionin qendror në kryeqytet. Linja e konceptuar me një shinë dhe e dedikuar kryesisht për transport urban dhe interurban, do të përfshijë 2 ndalesa ndërmjetëse, ndërsa trenat ndërqytetës do përfundojnë udhëtimin në terminal dhe nuk do hyjnë në qendër. Projekti përfshin ndërhyrje të rëndësishme infrastrukturore, si mbikalim mbi Unazën e Madhe, si dhe nënkalime e mbikalime për këmbësorët. Linja hekurudhore ndjek pjesërisht trase ekzistuese dhe më pas integrohet në bulevardin e ri të Tiranës, duke u përshtatur me zhvillimin urban të zonës. Ndërtimi i linjës hekurudhore Tiranë-Durrës-Rinas përfundon vitin e ardhshëm, ndërkohë që sipas autoriteteve elektrifikimi dhe mbërritja e trenave për nisjen e operimeve synohet të mbyllet në fund të vitit 2027. Projektligji për pasuritë e paluajtshme parashikon metodologjinë e llogaritjes së taksës së pasurisë me vlerën e tregut. Afatet si dhe masat që do të merren për qytetarët në rast se ata nuk e paguajnë atë në kohë. Taksa e re për ndërtesat, parcelat ndërtimore, tokat bujqësore dhe blegtorale si dhe ato pyjore do të llogaritet nga bashkia për çdo pasuri të paluajtshme që i nënshtrohet taksimit në territorin e saj. Sipas nenit 18 të projektligjit për taksimin e pasurisë së paluajtshme, taksa llogaritet
si shumëzimi i vlerës së taksueshme të pasurisë së paluajtshme me shkallën e zbatueshme të taksës dhe i njoftohet taksa paguesit përmes njoftimit të vlerësimit të taksës mbi pasurinë e paluajtshme. Llogaritja bëhet duke marrë parasysh përqindjen e caktuar ku për ndërtesat për banim është 0.1% deri në 0.2%, për tokën bujqësore, blegtorale dhe pyjore 0.05% deri në 0.15%, për bizneset 0.15% deri në 0.25% dhe për tokën truall 0.075% deri në 0.175%. Bashkia gjeneron njoftimet e vlerësimit të taksës mbi pasurinë e paluajtshme përmes sistemit informatik të kadastrës fiskale, jo më vonë se data 7 mars e çdo viti tatimor. Ndërsa referuar në enit 19, taksa mbi pasurinë e paluajtshme dhe gjoba nëse ka të tillë paguhet me 2 këste të barabarta deri më 30 qershor dhe 30 shtator të vitit tatimor. Taksa paguesi mund të paguajë në çdo kohë përpara afatit të pagesës së këstit të parë, shumën totale të taksës dhe të gjobës nëse ka të tillë. Neni 21 i projekt ligjit parashikon masa ndërshkuese deri në pezullim të shërbimeve për individët që nuk paguajnë taksën e pasurisë së paluajtshme. Konkretisht, debitorit që nuk ka paguar plotësisht detyrimet e papaguara tatimore, nuk i ofrohen shërbime të caktuara bashkiake deri në shlyerjen e plotë të këtyre detyrimeve. Shërbimet që pezullohen nga bashkia për zbatimin e kësaj pike përcaktohen me vendim të Këshillit Bashkiak. Po ashtu përpos mungesës së shërbimeve në bashki, qytetarëve nuk do të ofrohen shërbime nga institucionet qendrore si Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Agjencia e Zhvillimit të Territorit, Qendra Kombëtare e Biznesit, Drejtoria e Shërbimeve Publike të Transportit Rrugor. Nuk pezullohen vetëm shërbimet që kanë të bëjnë me dhënien e informacionit zyrtar, si dhe lëshimin e kopjeve të dokumenteve ose të vërtetimeve. Për të përfituar shërbimet, debitorët duhet të paraqesin pranë institucionit përkatës ose drejtorisë përkatëse në bashki një vërtetim të lëshuar nga struktura përgjegjëse për taksën mbi pasurinë e paluajtshme në bashki, që dëshmon shlyerjen e plotë të detyrimeve tatimore të papaguara. Nëse shërbimi kërkuar lidhet me pasuri të paluajtshme të caktuara që debitori ka në pronësi, posedon, përdor ose po zhvillon, është i mjaftueshëm vërtetimi që dëshmon shlyerjen e detyrimeve tatimore të papaguara vetëm për ato pasuri. Për të gjitha shërbimet e tjera që nuk lidhen me pasuri të caktuara, është e nevojshme paraqitja e një vërtetimi që dëshmon shlyerjen e detyrimeve tatimore të papaguara që ka debitori. Zbatimi i taksës së re të bazuar në vlerën e tregut do të realizohet në 2 faza, fillimisht për ndërtesat dhe më pas për tokën. Zbatimi do të fillojë në 2029 për njësitë e ndërtesave dhe në 2031 për parcelat. Bizneset shqiptare mund të kenë së shpejti një instrument të ri për të krijuar partneritete me kompani dhe individ nga vendet e Bashkimit Evropian. Qeveria ka përgatitur projekt ligjin për shoqëritë europiane të bashkëpunimit, i cili synon të plotësojë një boshllëk ligjor dhe të afrojë më tej Shqipërinë me tregun e përbashkët evropian. Fermerë, artizan, bizneset vogla dhe ndërmarrje shqiptare do të mund të bashkojnë kapitalet dhe aktivitetin e tyre me partner nga vendet e Bashkimit Evropian përmes një forme të reorganizimi. Projektligji për shoqëritë europiane të bashkëpunimit krijon për herë të parë në Shqipëri kuadrin ligjor për ngritjen dhe funksionimin e këtyre subjekteve ndërkufitare. Një shoqëri e tillë mund të themelohet nga persona fizik ose juridik, nga të paktën 2 shtete të ndryshme, ku njëri prej tyre duhet të jetë Shqipëria dhe tjetri vend antar i Bashkimit Evropian. Kapitali minimal për themelimin e saj përcaktohet në 30.000 euro, ndryshe nga kompanitë tradicionale. Qëllimi kryesor i këtyre shoqërive nuk është vetëm maksimizimi i fitimit, por përmbushja e nevojave ekonomike dhe sociale të antarëve. Sipas relacionit, sektorët me potencialin më të madh janë bujqësia, zejtaria, shërbimet dhe aktivitetet financiare. Në skenarin e parashikuar nga qeveria, brenda 5 deri në 10 vjetësh mund të krijohen rreth 100 shoqëri europiane bashkëpunimi, të cilat potencialisht mund të gjenerojnë deri në 50 milion euro aktivitet shtesë në ekonomi. Në një përllogaritje ilustruese, nëse secila prej tyre do të krijonte mesatarisht 10 vende pune, ndikimi mund të arrinte në rreth 1000 vende të reja pune. Zbatimi i projektligjit vlerësohet se do të kustojë rreth 450.000 euro. Nga kjo shumë, 250.000 euro janë kosto për sektorin publik, kryesisht për përditësimin e sistemeve të qendrës kombëtare të biznesit dhe trajnimin e administratës.
rreth 200.000 euro për llogaritën si kosto themelimi dhe përshtatjeje për bizneset. Regjistrimi dhe administrimi i shoqërive të reja do të kryhet nga Qendra Kombëtare e Biznesit, e cila duhet të përshtat sistemet elektronike dhe t'i përgatisë ato për ndërlidhjen e ardhshme me regjistrat evropian të biznesit. Projektligji është pjesë e detyrimeve të Shqipërisë për kapitullin 6 të negociatave, që lidhet me të drejtën e shoqërive tregtare, dhe ligji do të zbatohet deri në momentin e anëtarësimit të vendit në Bashkimin Evropian, ku rregullat europiane do të bëhen drejt për drejt të aplikueshme. Fermerët do të kenë mundësi të lidhin kontrata paraprakisht për prodhimin e tyre dhe po ashtu më shumë akses në kreditim. Projektligji për deftesa tregtare mbi produktet bujqësore i hap rrugën një orientimi të ri të zhvillimit të bujqësisë. Qeveria synon të jap një orientim tjetër sektorit bujqësor në vend, duke kaluar gradualisht nga ferma e vogël tradicionale te ferma moderne e lidhur me tregun, nëpërmjet contract farming apo bujqësisë së kontraktuar. Projektligji për deftesa tregtare mbi produktet bujqësore, i cili ka nisur të diskutohet në komisionet kuvendore, rregullon në mënyrë specifike dy instrumentet financiare si deftesa tregtare mbi produktin bujqësor të ardhshëm dhe deftesa tregtare mbi produktin bujqësor të magazinuar, të cilat do të ndihmojnë dhe ndikojnë në rritjen e kreditimit të bujqësisë nga Banka Shqiptare e Zhvillimit. Qëllimi i këtij projektligji është që të sigurojë sa më shumë financime në bujqësi, pagesa të shpejta dhe të drejta për fermerin për produktin bujqësor të ardhshëm dhe atë të magazinuar, si dhe krijimin e një sistemi kolateral nëpërmjet produktit bujqësor të ardhshëm dhe atij të magazinuar. Konkretisht, me anë të këtij projektligji synohet që të rriten financimet në bujqësi, që fermerët të nxiten të kultivojnë e të prodhojnë sa më shumë produkte bujqësore, financim paraprak për fermerin, si dhe garantimi i kreditorit për t'u paguar në lek apo në natyrë me produktin bujqësor të ardhshëm, rregullim juridik i marrëdhënies ndërmjet fermerit e grumbulluesit të produkteve bujqësore, duke mundësuar që fermeri të paguhet për produktin në çastin e grumbullimit apo në një moment më të vonë, kur çmimi i shitjes së produkteve të jetë më i lartë. Referuar relacionit, projektligji është modern dhe praktik, pa kosto të shtuara për fermerët apo subjektet e tjera të përfshira si grumbulluesit, eksportuesit, agropërpunuesit, furnizuesit e lëndëve të para, investitorët e të tjerë. Procedura për lëshimin e këtyre deftesave tregtare është parashikuar të jetë elektronike në platformën shtetërore Jillbenja, pa tarifa për të gjithë fermerët, duke kryer në të njëjtën kohë online edhe regjistrimin si barë siguruese të këtyre deftesave. Për shërbimet e regjistrimit, kërkimit dhe çregjistrimit në regjistrin e barës siguruese, aplikohen tarifat sipas legjislacionit në fuqi. Efekti primar që pritet të sjellë në zbatim ky projektligj do të jetë shtimi i financimit në bujqësi, rritja e sipërfaqes së kultivuar në vend, rritja e ndjeshme e sasisë dhe përmirësimi i cilësisë së produkteve bujqësore, një funksionim më i mirë i gjithë zinxhirit të produkteve bujqësore që nga çasti i mbjelljes së fidanëve apo farave e deri në çastin e shitjes apo përpunimit të produkteve. Pra, efektet e pritshme janë të shumta me impakt në rritjen ekonomike në sektorin e bujqësisë, rritje të mirëqenies së fermerëve, si dhe të subjekteve të tjera të përfshirë në këtë zinxhir vlere. Siguria ushqimore dhe lufta kundër kontrabandës mbeten në fokus të institucioneve. Ministrat e Brendshëm dhe të Bujqësisë inspektuan punën në pikën e kalimit kufitar të Bllakës, duke theksuar se kontrollet do të vijojnë të jenë të rrepta për të mbrojtur konsumatorët dhe ekonominë ndershme. Kontrollet në pikat kufitare po forcohen, në një periudhë ku rritja e fluksit të lëvizjeve dhe sezonit turistik shtojnë edhe rrezikun për futjen e mallrave të palishëm në vend. Në pikën e kalimit kufitar të Bllakës, Ministri i Punëve të Brendshme Besford Lamallari dhe Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andis Salla ndoqën nga afër punën e institucioneve për garantimin e sigurisë ushqimore, goditjen e krimit ekonomik dhe parandalimin e kontrabandës. Vetëm në 5 muajt e fundit kemi patur rreth 700.000 ustarë, të cilët kanë kaluar përmes kësaj pike kufitare, rreth 300.000 mjete dhe fluksi ditor llogaritet rreth 4.600 ustarë. Kështu që kjo nuk kupton që kjo pikë kufitare nuk është më thjesht pikë e kalimit kufitar, por është një rëndësi ekonomike, rëndësi strategjike për kufirin mes dy vendeve tona, që do të thotë ka shumë nevojë për më shumë siguri, si për punën që bën policia e shtetit në drejtim të parandalimit të veprave kriminale, kontrabanda, evazioni e tjerë, por dhe rëndësia e bashkëpunimit ndërinstitucional, ku autoriteti kombëtar i ushqimit padyshim ka rolin e vet, po ashtu edhe doganat, në mënyrë që të garantohet edhe kalimi sa më i shpejtë dhe brenda standardeve i qytetarëve, i mallrave dhe i mjeteve,
por nga ana tjetër edhe të mos cënohet cilësia, përkundrazi të garantojmë cilësinë e kërkuar si në shërbim, lehtësia për kalimin e qytetarëve, po ashtu edhe në procesimin e produkteve dhe mallrave që kalojnë në këtë pikë kufitare. Ministri i Bujqësisë Andis Salla theksoi rëndësinë e kontrollit të sigurisë ushqimore. Të tre inspektorët që janë, besoj që janë në tre fushat ndryshme për të pasur në një mënyrë kontrolli në ato çfarë tu kalon dhe ato çfarë ne kemi problematikë her pas here që duhet bëjmë. Analizat që ne marrim dhe mostrat që ka një rëndësi të veçantë për atë produkt që ka problematika apo që ne i kemi lënë me urdhër për të kaluar nëpërmjet analizave dhe laboratorëve tanë të ISUV-it, por edhe laboratorë tjerë nëse është nevojë her pas here, por deri tani ka funksionuar shumë mirë. Dy ministrit kanë thelluar prej disa kohësh bashkëpunimin duke shtuar kontrolli në pika doganore. Vendi ynë mund të shfrytëzojë tranzicionin e gjelbër për të ndërtuar industri më konkurruese dhe më të qëndrueshme. Kështu sipas një studimi, fragmentimi i kompetencave në fushën e energjisë dhe klimës apo mungesa e financimit të nevojshëm për transformimin e industrisë janë disa probleme që kërkojnë adresim. Vendi ynë mund të shfrytëzojë tranzicionin e gjelbër për të ndërtuar një industri më konkurruese dhe të qëndrueshme, teksa një analizë e zhvilluar së fundmi nga organizata Milio Kontakt nxjerr në pagë disa probleme që kërkojnë adresim. Fragmentimi i kompetencave në fushën e energjisë dhe klimës apo mungesa e financimit të nevojshëm për transformimin e industrisë janë disa prej tyre. Ka një lloj fragmentimi institucional për sa i përket kompetencave në lidhje me klimën dhe energjinë, një shpërndarje në disa institucione që e bën një çik të vështirë dhe nxjerr në pah disa elementë që kanë të bëjnë me bashkëpunimin edhe me zbatimin e kuadrit rregullator. Së dyti i vëmë re që ka edhe në kuadrin rregullator dhe ligjor si për herë në letra ne jemi shumë të mirë, po kur vjen puna në zbatimin e tyre dhe shpejtësinë e zhvillimeve bëhet akoma dhe më e vështirë dhe e fundit është mos përputhja e strukturës financiare, vlera e identifikuar e këtyre investimeve të kalon shumë fondet aktuale publike apo ato të donatorëve. Ndërkaq, bazuar në gjetjet e raportit, theksohet se zhvillimi mëtejshëm ekonomik i vendit ka nevojë për një orientim ekonomik më afatgjatë drejt aktiviteteve me karbon të ulët. Duhet të kenë në fokusin e tyre jo vetëm zgjidhjen e detyrimeve afatshkurtra apo të përputhshmërisë siç është rasti si BAM-it apo dhe objektivat e komunitetit të energjisë për energjinë e rinovueshme, për eficiencën e energjisë e të tjera, por duhet nga ana tjetër të kemi edhe një orientim ekonomik më afatgjatë drejt aktiviteteve me vlerë më të lartë dhe me karbon më të ulët. Kështu që kjo do të bëjë që të paktën nga pikpamja e shërbimeve të energjisë rinovueshme, digitalizimit të rrjetit apo eficiencës së energjisë në dekarbonizimit industrial, të jenë elementet ose politikat që duhet të orientohen në zhvillimin e mëtejshëm të vendit. Gjetjet e rekomandimet e raportit u prezantuan në tryezën politikat industriale të gjelbra, që bëri bashkë aktorë të ndryshëm nga institucionet publike, shoqëria civile dhe bota akademike. Që nga qershori 2022, shifra tregojnë se nga 3.402 kandidat të regjistruar, vetëm 470 kanë arritur të rifitojnë lejen e drejtimit ose rreth 13.8% e totalit. Ritestimi është një mekanizëm i rëndësishëm për rritjen e sigurisë rrugore dhe uljen e numrit të aksidenteve të shkaktuara nga shkeljet e rregullave. Rifitimi i lejes së drejtimit mbetet një proces sfidues për drejtuesit e mjeteve që duhet i nënshtrohen ritestimit. Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Transportit Rrugor, rezultatet e sesionit të fundit dëshmojnë se kalimi i testit kërkon përgatitje serioze dhe njohuri të plota mbi rregullat e qarkullimit rrugor. Sipas të dhënave në sesionin më të fundit të ritestimit, vetëm 7 kandidatë arritën të kalojnë me sukses provimin nga 43 persona të riregjistruar, duke reflektuar nivelin e lartë të kërkesave për rifitimin e lejes së drejtimit. Ndërkohë që nga nisja e fushatës në qershor të vitit 2022, shifrat tregojnë se nga 3.402 kandidatë të riregjistruar, vetëm 470 kanë arritur të rifitojnë lejen e drejtimit
ose rreth 13.8% e totalit. Ritestimi është një mekanizëm i rëndësishëm për rritjen e sigurisë rrugore dhe për uljen e numrit të aksidenteve të shkaktuara nga shkeljet e rregullave. Nga ana tjetër, këto shifra tregojnë se procesi i ritestimit synon të rikthejë në rrugë vetëm drejtues të përgatitur dhe të ndërgjegjshëm me qëllim rritjen e sigurisë rrugore dhe uljen e aksidenteve. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor u bën thirrje kandidatëve të përgatiten duke shfrytëzuar simulimet online dhe aplikacionet e dedikuara për testimin teorik për të rritur mundësitë e suksesit në provim. Gjithashtu, vetëm drejtues të mirë informuar, të ndërgjegjshëm dhe respektues të ligjit mund të kontribuojnë në rritjen e sigurisë në rrugët e vendit, thekson Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor. Irani dhe Shtetet e Bashkuara ranë dakord të ndalojnë sulmet e fundit reciproke në gjirin persik dhe të rifillojnë bisedimet në lidhje me mosmarrveshjen e tyre për ngushticën e Hormuzit. Bisedimet do të nisin të martë në Katar. Irani dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës ranë dakord të ndalojnë sulmet e fundit reciproke në gjirin persik dhe të rifillojnë bisedimet në lidhje me mosmarrveshjen e tyre për ngushticën e Hormuzit. Bisedimet teknike janë planifikuar të vazhdojnë në të gjitha fushat e memorandumit të mirëkuptimit. Të dyja palët do të tërhiqen për momentin dhe anijet mund të lëvizin lirisht, tha një zyrtar amerikan, duke u referuar memorandumin të mirëkuptimit prej 14 pikash që u ra dakord më 17 qershor, sipas të cilit ngushtica do të rihapet për trafik. Një rikthim në diplomaci do të pasonte disa ditë sulmesh dhe kundërsulmesh që kur një predhe iraniane goditi një anije madhërash në ngushticën e Hormuzit e Inten me Shtetet e Bashkuara dhe Iranin që akuzojnë njëra tjetrën për shkeljet e një armëpushimit të përkohshëm. Irani nisi raketa dhe dronë në bazat ushtarake amerikane në Kuvajt dhe Bahrein herët të dielën, menjëherë pasi presidenti Donald Trump kërcënoi se Republika Islamike do të pushonte së ekzistuari nëse nuk do të respektonte marrëveshjen për të dhënë fund luftës. Ndërkohë Izraeli tha të dielën se kishte goditur përsëri militantët e armatosur të Hezbollahut, të mbështetur nga Irani në Liban, duke shkatëruar infrastrukturën nëntoksore të përdorur nga grupi në një fshat në Libanin Jugor. Kjo erdhi pas një sulmi tjetër të shtunën, i cili pasoi menjëherë marrëveshjen e fundit të armëpushimit me Libanin të premten. Irani thotë se luftimet në Liban duhet të përfundojnë nëse marrëveshja më e gjerë do të qëndrojë. Ushtria amerikane tha më herët se e kishte goditur përsëri Iranin disa orë pasi një tanker u godit në ngushticën e Hormuzit, rruga më e rëndësishme e transportit të energjisë në botë, të cilën Teherani e ka mbyllur kryesisht për pjesën më të madhe të konfliktit. Kemi ardhur kështu në fund, por unë ju kujtoj se për më tepër informacione ju mund të na gjeni në adresën tonë internet skan.tv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Unë ju falenderoj që na keni ndjekur, bashkë më takofshim.